jam Eda, edhe është edicioni 2 që vi, edhe është ky edicion domethënë është i preferuar jam. Është dita e tretë, amo dita e dytë ka shku shumë perfekt. Kam pëlqyer shumë headliners, kam pëlqyer shumë DJ, edhe është atmosfera shumë e mirë, kena shumë njerëz për rreth, edhe kon gjithçka shumë mirë. Unë jam Marti, bëj për Gjakovës, edhe është hera 2 që Marti në Sun Hill. Çfarë ka ndodhur këto dy natë? Perfekt, në fakt shumë mirë u kon krahasim me 2 vjet, edhe më mirë, me thonë performanca e Zdikidit u kon e preferuar jam ja. Domon atmosfera shumë e mirë, gjallë edhe jam i kënaqur me këtë. Kryesisht, po nuk po gjejmë shumë, mbi vesim, mbi folim, po këqyrin që po ka, buka pak shrejt, pijet pak shrejt, po s'ka dhe t'ja dalim dyqysh, po kalojmë mirë, atmosfera mirë, nata fundit, i na trishtu pak që nata fundit, njerës po ka, Zdikid. Po kon dje, nata 2 u kon atmosfera fenomenale, na knaqi, na kon të partë në stage, kena kalu super, edhe vitin tjetër kësë me topet. My name is Ahmed. I'm from Istanbul, but I live in Paris. In Pristina and Sun Hill, yes. How do you describe? I mean, it's good. Just I think it's something new in the town, and we're tourists, and I can see that the local they like us because we're foreigner, and we really like it. For my first day was Manifest, and the second day it was for the Luis Capaldi. And tonight is going to be Martin Garrix. Unë jam Ljura edhe këto 3 natë që jam marrë të kom pas një eksperiencë shumë të mirë edhe sot po besoj që ka më konë edhe ma mirë masi që i ka shumë DJ-at njohshëm që njën kejt botën edhe po besoj që ka më konë shumë mirë. Unë jam Lisa dhe këto 2 natë më ka pëlqyer tepër shumë edhe kanë qenë perfekt në çdo mënyrë dhe organizimi edhe krejt. Unë besoj që këto natë ka qenë shumë e mirë pasi që ka DJ shumë të famshëm këtu. Unë jam Gerta dhe normal këto 2 natë janë konë super, shpresoj që edhe nata sotit ka me konë shumë mirë. Dhe mendjes të presim na Kajnë Music, Adam Porten, prej orës 1. Cili kon artisti ju i preferuar në këto 2 natë të para? Katy Perry edhe Katy Perry u kun, domethënë mas mirë edhe pak e Zdikidit, mënyra që ka po atmosfera. Që keni frikën që edicion s'ka me kënu Dua Lipa? Tybe e kom vrejt që një vjet po këna një vjet jo dhe e kom marrë me men që s'ka me kënu si vjet, a më shpresoj që vitin tjetër na vjen. Mu ka do të pak pa lidhe pasi që festivali vet, ama nuk ka lidhe se garant vitin tjetër ka me kënu. Një të dhënë e menaj që bile një 2-3 kong do të mi kënu pasi që është festivali vet, po gjithsesi shpresoj që vitin e kaluar ka me kënu ajo.